Është përcjell me reagime protesta përfaqësuesve të bizneseve që me bllokim rrugësh kanë kundërshtuar dalje në treg të hapur të energjisë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se koha e barikadave ka kaluar dhe është zotuar se nuk do të lejohet vendosja e sërishme e barikadave. Oda ekonomike e Kosovës që do duhet të qëndronte pranë bizneseve për të përballur me realitetin e ri, sot po tenton të bllokojë rrugët magjistrale, por koha e barikadave në Kosovë ka kaluar. I kemi hequr ato kudo ku kanë qenë dhe jemi zotuar që nuk do të lejojmë më të reja të vendosen. I bëjmë thirrje të gjitha odave dhe bizneseve të fillojnë të mendojnë në mënyrë të mençur për eficiencën dhe optimizimin e shfrytëzimit të energjisë. Kundër këtij deklarimi është pozicionuar kryetari i Partisë Demokratike Memli Krasniqi, i cili ka thënë se qeveria po tenton t'i shkatrojë bizneset. Është e turpshme që kryeministri në detyrë i krahason punëtorët e Kosovës, bizneset e Kosovës me grupet dhe bandat kriminale në veriun e vendit, të cilat në të kaluarën në shumë raste kanë bërë barikada dhe kanë bllokuar rrugët atje. Kjo është e turpshme, është e papranueshme dhe nuk duhet të ndodhë asnjëherë. Ne sot po flasim jo për 1%, siç e ka quajtur kryeministri, po për mbi 50% të punësuarve në sektorin privat. E deputetja e Lidhjes Demokratike Hykmete Bajrami ka theksuar se kryeministri në vend që të ofrojë zgjidhje për shqetësimet e bizneseve, ai ka zgjedhur të përballet me to. Konsideroj që është e turpshme për shkak të gjithë ne e dim se në çfarë konotacioni përdoren barrikadat. Derisa zoti Kurti nuk e ka thënë as edhe një fjalë të vetme për koston 800 euro të transportit të 1 megavatit të energjisë elektrike që bën kompania e Vuk Hamovicit, për cilin ai, kur ishte në opozit, na edukonte neve. Në vitin 2016, kur ka qeverisur PDK-ja në koalicion me LDK-n, është miratuar ligji sipas të cilit të drejtën e furnizimit si shërbim universal e gëzojnë të gjithë konsumatorët, familjar dhe jo familjar që kanë qarkullim vjetor jo më shumë se 10 milion euro, ose jo më shumë se 50 punonjës. E muaj më parë, zyra e rregullatorit të energjisë vendosi që nga 1 qershori të dalin në treg të hapur bizneset që të i kalojnë njëri nga këta 2 kufi.